Performanca të ndryshme artistike, fabula të pasura, karikatura, por edhe tematika që vënë në lojë sfidat e shoqërisë, ishin pjesë e festivalit ndërkombëtar të karnavaleve në Korçë, me 400 pjesëmarrës, veshur me kostume karnavalesh. Për herë të parë këtë vit edhe Bira Korça, bira e parë shqiptare, ka marrë pjesë në karnavale, me një përfaqësi të veçantë të fëmijëve të veshur njësoj, ideuar nga shkollat 9 vjeçare, duke sjellë një mesazh të qartë për ruajtjen e traditës dhe përfshirjen e brezave të rinj në këtë festë. Birën Korça, shpresojmë që kjo të duket një veshje e bukur për të gjithë qytetarët e Korçës. Shpresojmë të kemi kënaqur me performancën tonë. A je krenar që ke veshur Birën Korça, është bia e preferuar e gjithë shqiptarëve? Sigurisht, është bira e parë shqiptare. Për herë të parë që ndodh për karnavalet e Korçës dhe kemi vendosur ta përfaqësojmë. Përveç grupeve nga Shqipëria, këtij festivali tradicional janë bashkuar dhe grupe nga jashtë Shqipërisë, përfshir Polonin, Malin e Zi, Maqedoninë e Veriut, Greqinë dhe Bullgarinë. Besoj që është më mirë se çdo vit tjetër. Ne kemi 6 grupe të huaja, kemi 22 grupe korçare, kemi 10 grupe të reja që kemi krijuar, siç i shikoni, janë gati 60 kostume të reja që nuk i kemi patur dhe atmosfera është e paparë. Unë kam veshur një kostum sot që është i Saturnit, i planetit të Saturnit, dhe kjo është veshje. Kjo është hera e parë imja që marr pjesë në karnavale. Eksperiencë shumë e bukur, më pëlqen shumë të emocionuar. Po. Është hera e parë që marr një pjesë? Për mua po. Për mua është viti 4. Gjithmonë një vit, një risi e re, një vit më ndryshe, kështu që çdo vit ka diferencat e tij. Korça, përmes festave madhështore që organizon, dëshmon se është një qytet që di të mikpres, të argëtojë dhe të promovojë vlerat kulturore, duke mbledhur rreth vetes vizitor nga e gjithë Shqipëria, por jo vetëm.